Megjithse kanë kaluar më shumë se 3 vite 2 godinat e banimit 8 katëshe në zonën e ish frigoriferit në Vlorë ende nuk janë ndërtuar. Afati përfundimtar që këto godina banimit duhet ishin ndërtuar ishte fillimi i vitit 2023, por ende asgjë nuk është bërë. Pallatet 8 katëshe janë ndërtuar në 80% të tyre, por ende nuk kanë përfunduar. Në të dyja godinat e banimit ka ende shumë punë për të bërë. Firma e dytë e cila fitoi tenderin për përfundimin e këtij projekti ka pezulluar sërish prej muajsh punimet, duke lënë çdo gjë pezull dhe duke u larguar. Ndërkohë që qindra familje presin përfundimin e projektit. Prej më tepër se 3 vitesh, me qindra familje të cilat janë të pastra, ata të cilët i janë shembur pronat, çifte të reja, banorë të Vlorës, në ndihmë ekonomike e të tjerë, po presin me padurim për të parë nëse enti kombëtar i banesave do t'ja dalë që më në fund të ndërtojë 2 godinat e banimit 8 katëshe, të cilat janë në zonën e ish frigoriferit. Një projekt ky i pezulluar tashmë prej 3 vitesh dhe siç mund ta ndiqni nga pamjet pa shpinës time duket që godinat kanë ende shumë punë për të bërë. Në vitin 2022 nisi për herë të parë puna me afat rreth 1 vit për përfundimin e godinave 8 katëshe të banimit, të cilat do të ushtoheshin 2 pallateve të tjerë të ndërtuara në zonë. Firma e cila fitoi tenderin pas 2 vitesh nga nisja e punimeve u dorëzua, më pas kërkoi një kosto më të lartë për përfundimin e projektit, pasi ishte rritur çmimi i materialeve të ndërtimit dhe nuk e përfundonte dot me atë kosto. Enti kombëtar i banesave shkëputi kontratën me të. Disa muaj më pas një tjetër firmë mori përsipër përfundimin e punimeve, por edhe ajo brenda vetëm 2 muajve punë braktisi projektin. Ndërkohë në 2 godinat 8 katëshe të banimit nuk kanë përfunduar lidhja e sistemit elektrik dhe furnizimi me ujë të pishëm. Godinat 8 katëshe janë ndërtuar si strukturë, por vetëm kaq. Ende duhet të plotësohen me 2 ere dritare shumë prej banesave, ndërkohë që shumë punë ka dhe për rehabilitimin e territorit. Kujtojmë që këto banesa jepen me kosto të ulët nëpërmjet kredive me 6% interes që paguhet 3% nga përfituesit dhe 3% nga Bashkia Vlorë. Banesat jepen për një kategori familjesh si çiftet e rinj të pastrehet, përfituesit e kempit dhe ndihmës ekonomike, komunitetin rom dhe egjiptian, si dhe të shpronësuarit.